Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah al-mabuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Thumma amma ba'd. Nderuari hoxh, nderuari këshilli i xhamis dhe ju shumë të respektuar vëllezër xhamatli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në saje të këtij muaji të bekuar, është edhe një sunnet dhe një porosi e bukur dhe e mirë që kemi bardhë bes pas brezi në vendet tona që xhamatët, hoxhallarët, muslimanët gjatë muajit të bekuar të Ramazanit të vizitohen mes vete. Dhe e gjithë kjo në vete e bardhë një porosi dhe ajo është lidhja e zemrave të besimtarëve dhe përmirësimi i zemrave të tyre. Dhe sot do të flasmi për një porosi të artë që e jep Hasan al-Basriu, Zoti e mëshiroft, për 6 sëmundjet që sëmujnë zemrën e një besimtare. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur folke sahabëve të vet, shpesh ju thonte at-taqwa ha huna. Thot sahabiu yushiru ila sadrihi. Thot sahabiu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na thëke me llaf se devotshmëria është këtu në zemër, dhe thot pejgamberi Allahut, gishtin e tij e drejteke ka zemra e tij me tregu se që këtu është takvallëki me të vërtetë. Allahu azza wa jall në çdo natë të Ramazanit liron robët e vet nga zjarmi i xhenemit. Në çdo natë të Ramazanit dikuj prej besimtarëve ja bën kabul duan, ama para se me ja bë kabul duan dhe lutjen, Allahu azza wa jall shikon në zemrën e besimtarit. Allahu azza wa jalla e çel zemrën e besimtarit. A thotë i dërguari i Allahut, zemrat e besimtarëve janë në gishtat e Rabbul Alaminit, ashtu si i takon Rabbul Alaminit, në dorën e tij janë. Ai në dorën e tij i ka zemrat tona dhe i çel dhe shikon në zemrat tona. Nëse Allahu azza wa jalla këto zemra ishe të mira, ishe të devotshme, të sinqerta, të pastërta, Allahu i madh pranon lutjen e atij robit dhe e fal atë rob nga zjarmi i xhenemit. Allah gjithve na bëft nga ata. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në shumë porosi të veta na e bën me dije se Allahu azza wa jall nuk e shikon as pamjen në njerëzve. Madje nuk i shikon edhe veprat e tyre, që janë formale, që shpesher na angazhohemi me formalitete dhe harrojmë esencën e adhurimeve tona. Por se thot, walakin yanzuru ila qulubikum. Por se Allahu azza wa jall shikon në zemrat e juaja. Kur flet Allahu azza wa jall për popujt e devijum dhe miletet që kanë qenë para nesh, Allahu shpesh thot për ata, fi qulubihim marad. Në zemrat e tyre kishte smundje, ishin të smund ata në zemra. Nuk është qëllimi i asoj smundje kardiologjike, por është qëllimi një smundje imanore, njerëzore që ata e vuajnin në zemrën e tyre. Fe inna min taqwal qulub, Zoti ma thot, shpesh në ajete kuranore, thot se kjo rjedh si pasojë e devotshmërisë së zemrave tyre. Walakin lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum qulubun la yafqahuna biha. Thot Zoti i Madh, ato kishin zemra të cilat zemra nuk mendonin dhe nuk e pranonin të mirën dhe të dobishmen për ato. Dhe gjithnjë Allahu i Madh në shumë ajete kuranore, kur flet për njerëzit e devijum dhe për kategoritë e njerëzve që i ka marrë dhe keqja dhe ajo e tmerrshmja përpara, përmend se gjithë kjo ka ardhur nga smundja që i ka godit zemrat e tyre. Hasan al-Basriu, Zoti e mëshiroft, një detar i madh nobël në historinë islame që njihet me diturinë e tij dhe me
devotshmërinë e tij. I përmend 6 elemente që njeriut mundën me asmu zemrën. E para dhe më e tmerrshmja është që robi me i bo gjuna Allahut Azza wa Jall me ymit dhe me shpresë se ka mu pendu. Shpesh kjo i ka plon të rritë e tonë. Do të një miri, më pëlqen kjo, më përshtatët, ta një vlon gjaku, do të bëjën e këtë gjuna, më kam kohën e plot. Unë kam thot plot kohë, do të pendohem të Allahu i Madh. Kjo është smundja ndër më kryesorët që një njeriu mundet me smu zemrën e tij. Po a tregoj një rast të vërtet mes një hoxhe dhe mes një xhamatlis. I ri takohen në kohë të ezanit dhe i thot hajde me fal namazin. Dhe thot si kam rendët. Dhe kjo e këshillon. Thot rendët e ahiretit na du të me i bo vetë, ato nuk bo në asnjerë vetë. E këshillon dhe ndahen. Dhe duke unë nda, ja meraj numrin hoxhës dhe hoxhë ja merë numrin ati. Dhe kaloj një javë, e disa ditë ndoshta, a i djalosh e thirë hoxhën në telefon dhe i thot, hoxhë du me dlonë një mishë, dhe thot, po urdhna. Thot, a ditë kur u taku mund të thash ashto, so në mendësha se kam shumë kohë. Por këshilla jote dhe nasihati jote më ka shti me mendu shumë. Se e ka këshillu për rëndësinë e namazit, se vdekja nuk na ditë kur na vjen, du të mu pendu besimtari, s'ban me thonë haj se bohet, nuk ban me alu vetë vetës me bo këtë gjuna, namazin me lonë, që do me thonë me lonë namaz. Se me nërë vdekja pa namaz, s'kemi na që themi varë ku shkojmë dhe s'kemi jetë të ahiretit mirë. Na pret një jetë shumë e rëndë dhe e vështirë. Dhe ki ka këshillu. Dhe ai pasi që është nda prej hoxhës, e ka mendu këtë punë, ka fillu mu falë. Dhe e thirë hoxhën dhe i thotë, unë po du me donë myshde se kam fillu me u falë. 5 vak namaz prej asaj dite, edhe kam qef sot ty me talë me taku mas namazit të akshomit. Thotë, hajde, unë e gëzohëm, mi se vjen. Dhe ajtë jaloshi bjen me flet mas namazit të drekës, kur shkon baba me zgju namaz të ikindijes, kur e shef, aj ka ndryjet, i ka vdek e vlade. Po baba i gëzum dhe i lumpëtër. Se i ndroj jetë e vlade në rrugë të hajrit sa ishte konë rrugë të këqia. Dhe falet akshomi, mas namaz të akshomit, a i hoxha nuk e shef atë të riu në aty prezent, e merë telefonin, edhe e thirë në telefon, cingron, dikur një zonë tjetër, thot, po urdhëna, a vëllat mu dash filoni, thot, a ban me ditë kush jeti, thot, unë jam filoni, jam hoxh me një xhami, patëm mu taku me këtë djalin, thot, këtë djali është djali jem, ama po du me të informu se djali jem ka ndryjet, nuk është ma. Edhe ki baba i thot, a ka mundësi unë e ty me të taku? Thot se prej një dit më ka përmenë që është taku me dikan që sonë të u dashke mu taku apet me atë. Prej asoj dite më ka ndryshu mu djali. Djali më shbo shumë i sjellshëm, shumë i ndershëm ndaj meje, ka marrë rrugën e udhëzimit, namazit, punë të mira, por ja që fati dhe caktimi Allahut ishte i tillë që këto ma mos me mujtë me u taku në këtë dunja. Vetëm ktheni lentën më mbas pak. Sikur ky i riu të kishte thonën e kam kohë, edhe të kishte ndru jetë pa namaz e pa udhëzim, si do të ishte gjendja e tij? Andaj Hasan al-Basri thot, njëra nga gjërat që më shumë të e smun zemrën e besimtarit
është ai me mendu se une do të bëj gjuna dhe do t'i pendohem Allahut azza wa jall, dhe shpesh shejtani vjen edhe na i përkujton hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Allahu me një hiset rahmetit na ka mëshiruar këtë dunjë dhe se 99 hiset rahmetit i kalon për në ahiret, dhe shpesh shejtani na mashtron dhe thot kimi na kohë. Allahu është Rahman Rahim, falës i madh do të na fale. Po mirë, a ka dikush do një marrëveshje me Melekul Mautin që me a leju vetvetes me boj gjuna e pastaj me boj tybe? Andaj gjithnjë, nëse të shkon mendja dhe të bën shejtani cytje, e të ti i ri ki ko, le të kujtohet kjo thënje e Hasan el Basriut, se kjo është një kurth e shejtanit që don me ta bë ty, që ty me deviju nga rruga i vërtet dhe zemrën tënde me ta vdek. E kur smut zemra jote, ta di se Allahu azza wa jall nuk shikon në zemrat e smunta. E kur Allahu nuk i shikon në zemrat e smunta, atëherë ato zemra janë banore të xhehenemit së bashku me pronarët e atyre zemrave. E dyta që thonë dietarët, që thot Hasan el Basriu, me marr dituri, ama mos me punu me atë dituri. Me marr dituri, ama hiç mos me punu me atë dituri. Sikur ne tash folmi për zemrën, si duhet me rujt zemrën për mos me smu zemrën tonë, a ka na tjetër, na nëse kemi dikan afër me mendu keq për atë. Se kjo është smundje e zemrës. Jetojmë me një kohë, me një zaman, ku elhamdulillah dituria është gjithandej. Dituria është në telefon, dituria është në shkollë, dituria është në rrugë, dituria është në televizor. Hoxhallar gjithandej, profesor gjithandej, elhamdulillah shkencëtar, mjek, gjitha profilet që qëri kemi në të dispozicion. Dhe për çka do që do në me mësu, e ki shumë let me mësu. Po edhe nëse s'ke hoxh në vendin tënë, tani, me këto smart fonat, çdo informal, çdo dije që ki qef me arrit të kajo emrin për më njëra. Andaj Allahu azza wa jall na drejtohet dhe na thot në Kur'an, ja ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Thotë ju që keni besu, pse thoni atë që nuk e veproni? A e dini sa mëkat i madh është që me thonë diçka e mos me boat, që me dit diçka e mos me praktiku ti me ta, madje edhe me marrë guximin edhe me thonë, gjithë sot më majmë ders. Me shku në mexhlis, bile dikush me qëllu pak dhejnë, pak atist, zvjerrejnë dhe me folë si hoqë. Zvjerrejnë dhe du të dikush mi thonë, ka da një cigare, pusho pak se ka njerë ma të dishëm, pusho e loqë, ka dale. Mos me abo dikush ashtu zvjerrejni, as ma plakit të fole, as ma të dishmit, as ma të knushmit, as ma intelektualit, si bjerrejnë dhe as kujt me folë. Që do me thonë se na kemi shumë informata, shumë dije. Por ajo që është duke na mungu, është praktikimi i dijes tonë. Dhe mos praktikimi i dijes e vdes zemrën. Dhe është argument kundra nesh. Andaj Allahu azza wa jall e krahason Kur'an atë që din dhe nuk e praktikon dijen, thot shembulli i atij është sikurse shembulli i gomarit i cili bart libra në shpinën e vet. Ai bart shumë libra të mëdha mbi shpinën e vet dhe dobishme, ama ai nuk i kupton hiç ato. Përsëri mbetet një kafsh. Rreziku më i madh për vdekjen e zemrës tonë është që na me dijen tonë mos me punu. Dhe na mbetet obligim dhe detyrë fetare që çdo ditë dobishme që e marrim, së paku një herë në jetën tonë me praktiku. Që shembull një test ta bëjmë na mes vete, sa e kena provu, sa e kena praktiku dijen islame tash në Ramazan. Thot pejgamberi, thot Allahu në hadithin kutsi, fe in sabbehu ahadun au qatalahu falyakul inni saim, inni saim, inni saim. Pitën e parë të Ramazanit këto xhallar të kallzojnë. Thonë o xhamat hutbën e parë. Ka thonë Allahu i madh në hadithin kutsi, nëse dikush të shan, apo dikush të sulmon, çka i thuti? E shan 10 herë dhe ja raset 2 grushta më shumë, apo? Jo. Ti i thu, unë jam agjërushëm. Faleminderes, ani, unë jam agjërushëm. Çtiu, ani, unë jam agjërushëm.
Edhe unë di musha, edhe unë di me mshu, ama agjerushëm jam, së më ka hije. Që këtë dije, nëse e ki praktiku në këtë Ramazan, ta di se zemra jote është e gjallë. Bënë një test. Dikush që rrugës të kalon duhet, e dëgjon ti e shef. Apo dikush tu prit rend, dikun të ka shti, ka hi parent, e ti ki bo sabër, ki thonë, ave Ramazan. Shkelja ka omën shejtoni, shtëlja udhën. Nëse na këtë kemi praktiku këtë Ramazan, dhe praktikojmë dijen që e marrëmi, për namazin, për agjerimin, për sabrin, për moralin, për sjelljen, për faljen, për mirëkuptimin, atëherë zemra jonë është e gjallë. Nëse asgjë kemi praktikuar nga dija që kemi marrë gjatë Ramazanit dhe para Ramazanit, atëherë patjetër me dojmës duhet të bëjmë një kontroll të zemrës tonë dhe të imanit tonë se nuk jemi në rrugën e duhur. E treta, edhe nëse punon, por nëse se ki për Allah, se ki për sinceritet, kjo është një gjë e cila ta vdek zemrën. Çfarë do që bën punë? Nëse nuk e bën për rizat Zotit, ajo ta vdek zemrën. Vallahi, andaj dietarët e përmendin se gjithë ulemat e mëdhej, kur e kanë nis dersin hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me shpjegu se të partë të cilët kanë me hinë xhenem, janë 3 kategoritë më të mira të shoqërisë tonë. Më të mirët. Dietari, pasoniku dhe ushtari i mirë. Guximtari, azgani, që i ka dalë çdo sfidës përpara. Kurse bëjmë punën këto më të mirët për hir të Zotit, me këto sparjar kanë mu kallë xhenemi. Andaj thonë dietarët, shumë muhaddithin, shumë ulema të mëdhej, kur kanë nisë me shpjegu këtë hadith, sparjer kanë qajt, pastaj kanë shpjegu. E kanë pas detyrë shoku se ka qenë pjesë e librit të tyre. S'kan mujt me e thonë. Njerë është mush në qajtme, pastaj ka vazhdu hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na punë që i bëjmë, e kemi thirr dikan niftar, e kemi dhonë një sadaka një fukaras, ja kena bo një nder një fukaras, du të me rujt krenarin ati fukaras. Jo ki du njës me janë zirë, dhe mi thonë qena, ja dham këti fukaras, ka që pare dhe ka që ndima. E kemi bo një punë të mirë, e kemi pastru gjamien, e kena pagujt rymën e gjamis. Nëse në Ramazan, shtash që në zbutë të pak zemra, nuk kemi iman qëto punë të mira mi bo, nuk i di kur kena me gjetë fuqi imanore që na këto punë të mira mi bo. E kum deru një hoqë të ri, një student, e kum deru shpina Allahut Azza wa Jall, kum bo një gjest, një asin, një këse, e kum gëzu një jetim. Du të mirujt të vepra që me na bo dritë në varin tonë kur t'him në varë. Nëse e shpalosmi, e kemi kjo ka dritën për kësaj dunjoja. E kemi djek atë shonë si me na bo dritë në varë. Nëse ban një punë të mirë, dhe nëse ja kallëzon të tjerve, pa nevoj, ti e ki kalla dritë në këtë dunjo. Njerëzit kanë me të livdu edhe, tama me more shpërblimin tënë. Po nëse e mshef, e lem për në dunjo, ajo dritë ka me të bo dritë vorin në momentin kur ti keme qenë mësë i nevëshëm me të bo dritë. A keni pa dikuj në varë mishtuna ndë një kabel, ndë një dritë atje, me led apo pa led, s'ka. Në varë të bon dritë, puna e mirë. Qajo fature rymës që i ke pagujt në gjami, qajo antarësi që i ke dhonë në gjami, qajo sadeka që i ke dhonë në gjami, qajo që i ke bo një jetimit, një nder, një studentit, një halegjis, një vlajt, një kusherinit, një ati, një këti, qajo ka me të bodovi. Andaj, keni kujdes që veprat e mira me imshef dhe mos me leju që për pak e për shumë me të duk se ato të avdesin zemrën. E katërta, thot Hasan al-Basriu, han nga në mirësit e Zotit, ama kur si thot Allah të faliminderit. Thot, unë e vej Zotit, punëtorja, unë e pin gjash qona. Më në ti thot, thuj, elhamdulillah, thuj letiket. Jo, ma gjone, punoj, edhe ajnë të qodë në të punojet. Ka dave, vla, thuj, elhamdulillah, ka dalë, dhe botë, këtë mirë është puna. Thuj njerë, elhamdulillah. Thot Hasan al-Basriu, a i cili han nga të mirat e Allah. Dhe kur si thot Allah të azogjer, o Allah, ty të takon falëndërimi. Ti më dhave mushnet e men, e ma mundësove qonë prej shtratit që me shku me i bo këto punë. Se si kur Allah mos ti kishte edhon këta, ti kur s'do të kështë pas mundësi. Ka njerës që janë ma të forë se unë edhe te. Menja si punon, zdin me shku në punë ata. E ka njerës që janë ma të menqëm se unë edhe te.
ama janë paralizuar. S'mundën mu që me shku në punë. E ka njerëz që janë edhe ma të menqëm, edhe ma të fort, edhe ma punëtorë se ti, Allahu se ka shkrujt atë rësk. A që të pimë 5 shkon punon deri në 12 natës. A që rëskën e ka? Ti Allahu ta ka mundësu, ta ka bërë rësk të mira me i pas, thuj Allahu të elhamdulillah. A o qove në sabah i sigur të shpijen tonë dhe i shëndosh. Thave bismillah kur u qove dhe ki që ka hanë atë dit me familjen tonë, ti e mbreti që asaj dite. Ta ndjejsh vetën si mbret, mos si alejo vetë vetës me nënçmu vetën para robërve të Zotit, para krijesave tjera se ty Allahot ka falë mbret. Se me shku një të paralizum spital, mi thonë a i donë kretë dunjon, apo ki qef mu qunë kom, thotë, jo, kam qef në kom mu qunë, ma e ti dunjon, se du. Nuk e du. Par dje, e pata një ndezje të madhe në sy, edhe gjysëm dite kam hecë në përshkup me synin e mbyllët. Me synin e mbyllët. Edhe hene se kum kuptu par dje, qka do me thonë me pa me dy sy. Unë shqipësha me një sy i graj shakere, dë njerë kërë më pengoj këshu me hekësha ka pak, e më vnej shapet se nuk din, si nësë provu kura ashto. Edhe kur filloj, mjekja më tregu se qka mundet me pas syri, edhe se syri sa dome dhe pasoja mundet me pas prej qati infektimi të vogël, dhe sa bote madhe, sa një spital i madhe ishte ky sy, unë thashe pas këm bajt për sëroni 42 vjetë, se pas këm ditë qka maj me vete, qfar begatije më ka dhonë Allahu, nuk imi të vetëdishëm. Edhe kjo është vetëm syri. Po me ullë me folë me doktorin e zemrës. Andaj thot Hasan el-Basriu, han nga të mirat e Allahut, jeton me të mirat e Allahut, kur Allahut nuk i thot elhamdulillah. A ka thire zoni o gjallë, ja? Ja. Andaj, gjithë të mirë që e ke dhe që e posedon, mos haro me e falendëru Allahun subhanahu wa ta'ala. E pesta dhe e gjashta, dhe to 2 pikën edhe e përmbyllin, inshallah, thot Hasan el-Basriu, nuk naqës me knatësit e Allahut. Nëse nuk knaqës dhe nuk je i lumtur me ato që Allahu ti ka dhënë, kjo tregon se ti e ke zemrën e smut. A dini kush është njeriu më i pastër në botë? Njeriu më i pastër në botë është ai njeriu i cili është i kënaqur me atë që Allahu ja ka dhënë. Vallahi më ka bo vaki me bisedu me njeri shumë të pastër. E në mechdis me ten bised instinktivisht. Mu personalisht ka bo vakia ja. Instinktivisht. Mi thonë, elhamdulillah, ta në të mirat në i ka dhonë Allah, në ka dhonë mirëqenje, rahati, familje, kemi një goj buke, elhamdulillah, s'kina luv, s'kina telashe, edhe kraso atë ketë, sa kalu një avë, ka artë kali bërë qëta unë. Ka mendu se s'di ku ti qaj pare të unë. Pse tha me elhamdulillah. Tha shë falë ki ketë shkuptu, Allah. Zdut njeri mi pas pare me thas të shpia për me falendru Allahun. Se njeri u maj pasën, këtë dunja është njeri, ai njeri i cili është i kënaqur me atë që Allahu ja ka bërë rrezik. A don me qenë njeriu më i pasën këtë dunjë. Vetëm bëhu i kënaqur me atë që Allahu ta ka dhënë, ki me pa se ki me gëzu çat pasuri që i ki para duarve tuaj. A e dini sa njerëz kanë shumë pasuri në duart e tyre, por në vetë sa shikojnë në pasuri që e ka para durve, shikojnë në pasuri që e ka dikush tjetër më shumë se ai. Dhe përsëri hjek dhe vun, duke menduar si me mritë ai. Dhe nuk knaqet me atë mirë që Allahu ja ka dhënë në duart e tija. Dhe kjo ja vdek zemrën atij se ja humb lumturinë e jetës. Dhe e fundit thot i varosim njerëzit, po hiç nuk marrim mësim. Këtu jemi katastrofë xhamat. Këtu jemi katastrofë, i varosim njerëzit edhe hiç nuk marrim mësim. Se na edhe të shku të vorë, të i varos të vdekurin, veca me thonë me këshira të varë. Thonë, ku subhanallah. Sa i ftoftë është, sa i ntertë është. Na i thënë, a ka diçka në biznis, a ka ati ngatë? A lëviz diçka? Të shesmit punojmë diçka ta? Elbete këto tritë, a lëviz diçka ati? Ku ma interesant, ku dalën e ma shumë natë? Lejnë atu i të vorën. E në të shinjerin vorë, la ilaha illallah. Apo e përgojem dikan tjetër. Kjo është vdekje klinike imanore
e një njeriu që mundet me mrin këtë drejgje që dhe të vorët, spaku të vorët, kur ti brenda me thonën njerë vetën dhe për vetën stakfirullah, o Zot, çka jam të bëhune, ku jam? Aha ku pas ku me ardh, aha ku do të vi. Ta gjesh do një vërë me emrin tënd. Dhe kjo është njëra nga porosit më të mëdha që ta tham në këtë moment. E di vorin, e di momentin, e di vendin, ku njëherë pa ta shku si hoxh me një vorim, në pjesën e Kumanovës, edhe sa ku hmit e vorët, shkrikje të njëna nga vorët Muharrem, edhe me i shkon në tjetër mbi emër, se tregoj, mendova se Ismaili. Ta shku ku, subhanallah, edhe sot e sot, më kujtohet ai varr dhe e di që një ditë edhe te varri jam ka me shkryt Muharrem Ismaili. A ma di çka është pyetja? A di çka është pyetja? Çfarë adrese ki me pas? A ka xheneti, a ka xhenemi? S'pako vëllezër te vorët kur jemi, ta ndalmi muhabetin, bisedin e dunjos. S'pako që ato momente me thonë, estakfirullah e tubu ilek. O Zot, kërkoj falje prej teje dhe të ti pendohëm o Zotë e madh. Jemi habit mas dunjos, jemi habit mas këtyre të mirave dunjos. Spaku të vorët, kur qëm të vdekur të marrë me një porosi, spaku atë ditë, të jemi pak më të devotshëm, të jemi më të përpikshëm në namaz, në dhikr, në dua, në sadaka, sepse gjithve na pret një ditë e tillë që duhet mu ballafaqu me vdekjen. Por dikush do të jetë nga ashabul yemin, e dikush nga ashabul shimal. Ai i cili do të jetë nga ashabul yemin, nga ato të djathtit, është njeriu i cili e mban zemrën e gjallë dhe nuk ja lejon askujt dhe asgjë që më vdek zemrën e tij. Këto ishin 6 porosi të Hasan al-Basriut që sot unë vetë i lexova edhe sinqerisht edhe mu të masim kanë prek dhe deshta që këto 6 porosi të arta e të mëdhaja ti paraqes para jush dhe së bashku ti diskutojmë me vetëm qëllim që na zemrat tona ti mbajmë të gjalla. Allahu na zgjidhë lut që zemrat tona Allahu ti pastron, e ti ruan, e ti bekon. E zemrat tona ti bën të hajrit. E në zemrat tona Allahu azhajal të shikon, e ti shef zemrat tona të bardha, të mira, të pastërta, e gjithve neve së bashku Allahu në madh e lut që në këtë natë të bekuar Allahu i madh të na liron nga zjarmi i xhenemit përgjithmonë e përgjithmonë të na shtin në listën e banorëve të xhenetit. Zoti u bekoft dhe u shpërbleft. Walhamdulillahi rabbil alamin.